Zotë shpërbleva vëllën, Allah të rrugë që ora blarë minë ty e familjen tonë. Jam koni dekta, jam gjallë për zyti për dhe ju t'jam dalë që shtë mu më mdoke. Sens na mungon, veç na mungon që me a këthy na herë ati, nuk moj po, Zot inshallah ja kthe. Faleminderit Milena dhe po të përshëndes me Shqipëria. Faleminderit shumë. Para disa ditësh në reportieri kemi publikuar një story të një familje pesantashe, cila jetonte në kushte shumë të rënda, madje edhe pa energji elektrike. Se kjo, për të atë kohë, kjo për me jetu nuk është. Shumë herë djalim ka pa hangër. Plus shtëpia, kjo është katastrofë. Dru s'kam. Herë s'kam shumë pa. Kjo story i ka prekur shumë njerëz, ndërta edhe futbollistin ton Milin Dokun, i cili menjëherë ka shpreh gatishmërinë që kësaj familje t'u paguaj qeron për 2 vite me të gjitha shpenzimet e mbuluara. Futbollistët përpos që na bëjnë krenar edhe në fush, ata po na bëjnë krenar edhe jashtë saj, kështu duke ndryshuar jetë. E sot kemi ardhur te Arbresha te Ibrahimi për t'i takuar kësaj radhe jo në errësirë, për në shtëpinë banesën e tyre të re që është afër shkollës e besa dhe afër punës së Ibrahimit. Hajdeni me mua. Oj, shpia juj! Ku i jam Ibrahim, qëshi? A je mirë? Apo të një stafir? Arbresh, ku i? Qëshi? A je mirë? Po shumë mirë më të rulloj, shumë mirë faleminderit e për Milin Dokut, futbollistit që ma ka pagu qëllon, zotë është përblet, zotë më se u korë. Faleminderit shumë se në atje një kone e këni pola gjenjen dhe më pa rrym asë mund është me mojtë, më pasru shkorë të shumë thjeshtë, asë mund është me fshini të pi, asë mund është me bo kërgjohë, që në dorë fshisat të rrime, që në dorë masinat të eshav, së mund është me lovë me dorë, nuk ishë është, sikur nuk ishë me masinë të lovë me stesha, po du ma unë. E tash? Tash të shumë ma mirë, so kur jam koni dekta, jam gjallë për zyti për dhe ju t'jam dalë që shtë mu vëmdoket. Se na mësu, na me pas rrim 5 vjetë, na konë qatë barak, kushtet janë konë shumë shtira. Po me lena Allahut faleminderit për i bon mirë sa edhe inshallah Zoti e runë futbollistin tonë më të mirën, faleminderit për tina shumë. Këto shumë ma mirë në marë se edhe shkollën e ka nga fëmija, edhe në zetë, edhe të nëtës ato, edhe ko narke kaftorë ato në zemja, që nuk shtë shëdru, ato me erganë me qibe nërshën, ko në shoftëft. Edhe parë borë asë kur gjo, po nëse kësh borë, kona ma ftëft sa tashti, se tashti apet nuk po kom në borë, po mirë, po edhe kur më nërë zjarëmi, do më unë nërshën. O do kemi najtë me bo me me fle me gru, që me najtë në stëp të ishtë i dru kaftorët, po me mojtë në zetë minë. Sa të ka ndryshu jetë aty, Ibrahim? Shumë më të mollë. Suko me pas posat të 80 vjetë, e tashti më këthyë moshë 15 vjetë. Të gësë 5 vjetë i kam kështu, po me hi i kam pas 80 diçka vjetë, po me fola që futbollistit tonë të ashtë jem këthy jem bo 15 vjetë. Që ashtë të bënjena. Po ka ndru edhe qiri, ata që ma i lumë të? Po që shenë në marë se të kalëzua që edhe rrim, pa rrim është problem shumë. Ta ndëja me klim? Po të ashtë me klim, me krejt, me televizor, me he, me pi, me të nëtë mirat, elhamdulillah. Faleminderit që jeni ardhur. Faleminderit për futbollistit Milin Dokut që na ka gëzu jetën. Mas parim i ka gëzu thmin kur të me gëzën, adin gjithë shka ka ndryshu, s'po di. Po nduket si me lind, adin prap, me ka në vogël mu lind, kur pisha thmin me nëzemje, me të sa në krejt në ryshe. Se atje e maftat, normal, u ka një jetë ma e ra, ma zërë. E faleminderit për ti shumë, këtu ma nga të shkolla. Me ble boke këtu i ke ma nga të, edhe thmija, për thmi ma mirë, se ma nëzat e krejt. Faleminderit për ti, kem krejt kushtet me maqin, me qasë si kna pos atje, krejt si kna pos, këtu i kem krejt ashtë. Me dhumën e gjumit, me kuzhin, sens na mungan. Veç na mungan që me a këthy na jarë ati, se nuk e di, unë nuk moj po, Zot inshallah ja kthem, edhe një djali jam del, dikuj ose djali ti ja kthen, se gëzu shumë janë thmijan. Sidomos ata mas shumë ti mu kanë gëzu thmijan ki dimër. Faleminderit me zemër. A ke besuar Arbresh që ka me ndryshu jeta? Jo, nuk kom besu. Jo që njerës që i ka, po s'kom besu. Se kom jek shumë, jëm ftu dikur, s'kom besu. Që vi këtë, ka që mirë. Kanë thmija ku lujnë, atje ftëp, s'kishin ku lujnë, bërlën nga, që, të shapo mi hajnë qëtë minë. A këtë e kanë aborën,
veç, si pengon kërkush shumë mire. Me klime, televizor, me kreqa, kotësh. Veç që si prek qatë me tut, edhe nuk flej bëllëkëm. Faleminderit për qira që ma ka hi gajlen për 2 vjetë, më duket se dejdes ma ka pagu, edhe për tirat munu me na, po ka thonë kina më munua, pet s'kina me langë shtë, se ja ta për krejti kina prek, po tash aj që s'ka që me ba, aj kushtën zemra për nuk ka. Faleminderit, pi krejti. Se familje I ka ndru jeta, më se 100%. Edhe Brahimi dhe Arbresh, apo dhe mi thonë, 2 fjallë për ty. Unë jam tektar, po marrë me safer. Që kjo është Brahimi. O, velen, aje lo, I do është më shëshie, aje mirë. O, valohet se valohet, të shëshie, aje mirë. Apo lo, zë qaj ki pun da. Zë dhe shparlebe me den, alo të rujtë, ora blarë minë ty e familjen tonë. Faleminderit shumë për te se përvalohet që ate ku jëm kom, se kur me kom 80 vjetë, e pe që morë që të, se se morë për të më të pe që pe që morë që të, për ndohë se I ku morë 15 vjetë. Ty zëtë drujtë. Faleminderit amë në shola, faleminderit shumë. Alo, ba, e mirë, alo. Mirë, jo, apo lëmë. Allah I shpërbleve që ka romenje që na këni gëzu, se kjo e tepër, adin që kum lyp kjo e tepër, shumë faleminderit, si me qenë një gjami e këni bakit mirë, Allah inshallah kur si u, në moment të shtirë, ma të shtirë, ku I jetë, shtarë, ty e familje. Shumë, Allah I shpërbleve, shumë. Inshallah me krejt, Allah shumë I shpërbleve. Milen, e di që me nëzita për mush menën për me folë të për neve, e di që s'ke dash me dojnë publikisht, po natyrisht që të mirë që I ke bua dhe që të gzim që a ke bua kësa e familje, unë s'ko mujtë pa të përmende dhe pa kaldu publikisht. Faleminderit shumë që na bën krenar në fush, faleminderit që po na bën krenar edhe jashtë fushës, inshallah njerëz I dikim me pas gjithmonë, edhe uroj që veç kime pas suksese edhe sa ma shumë mundësi me ndihmu njerëzve. Faleminderit shumë, se edhe mos të thash s'po du me dole, thash apet një të ku, thash do është ma mirë, thash me dole pak edhe mi vedisu edhe shuk të me njerës që në shujnë me ditën që ka dhe njerës që me pak nënësi, me pak gjona dule, unë shumë po të rrë edhe Ishallah do zoti, çdo shqiptar kur nuk I kurrëç. Faleminderit Milena dhe po të përshëndes me Shqiponja. Faleminderit shumë. Miru pafshim, u pafshim. Faleminderit shumë. Ton, miru pafshim dhe faleminderit.